Well, ladies and gentlemen, Zonja dhe zotërinj, të nderuar kryetar I Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të miq, të ftuar, zoti Zaloshnja, zoti Arjan Durmishi, si autor I këtij studimi dhe në zotin Eritan si moderator, është kënaqësi e madhe t'ju uroj mirëseardhjen sot. Kur filluam të mendonim për këtë studim, ta studionim këtë studim, duhet të qenë ndoshta tetor nëntor vitin që shkoi, neve nuk ishim planifikuar publikimin që do të qëllonte në javën që do të e IPARD-it, e miratimit të IPARD-it, dhe ndaj doja të përgëzoja qeverinë shqiptare dhe të gjithë ata që janë të përfshirë në kapitullin 23 dhe 24, sepse miratimi I IPARD-it është një njohje të gjithë punës tuaj gjatë viteve të fundit. Në të njëjtën kohë, neve kemi deklaruar edhe në situata të ndryshme, në për evente të ndryshme, inkurajimin për punën e të ardhmes, edhe mendoj që diskutimet në Bruxelles kanë treguar edhe rëndësinë e asaj që quhet grup kapitulli numër 1, qeverisja e mirë, luftra kundër krimit dhe korrupsionit dhe ligji I së drejtës, dhe të gjitha këto janë disa nga kushtet paraprake për një progres të mëtejshëm në progresin e këtyre kapitujve. Nuk mund të ta kishim planifikuar dot më mirë dhe kjo është një moment shumë I mirë për të ndalur pak dhe për të përfshirë dhe disa perspektiva shumë të rëndësishme që janë qytetarët. Studimi që neve do të prezantojmë sot është një studim shkencor dhe shton perspektivën e asaj që unë e quaj klientët, sepse në një shtet demokratik modern, ashtu si Shqipëria aspiron të bëhet në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, ka të bëjë edhe me faktin që I gjithë ky rrugtim lidhet ngushtë edhe me cilësinë e shërbimeve që jepen, shërbimet në arsim, në drejtësi, në infrastrukturë, dhe është shumë e rëndësishme që ta dini se çfarë dëshirojnë klientët tuaj. Nuk është një nga gjërat më të rëndësishme. Dhe klientët tuaj janë qytetarët tuaj dhe nuk kemi përfshirë pyetjet që lidhen me politikanët, apo nëse një politikan ka faj ose jo, sepse kjo nuk është një gjyqësi popullore. Por studimi ka përsynim që të kuptojë se cili është tendenca e perceptimit të qytetarëve për reformën në drejtësi dhe është një kontribut të I rëndësishëm për punën e mëtejshme, për progresin e mëtejshëm në këtë fushë. Pra, jemi shumë mirënjohës zotit Ed Zaloshnja dhe ekipit të tij për përgatitjen dhe prezantimin e këtij studimi. Ai nuk ka nevojë për prezantim, sepse është në fushën e shërbimeve publike prej më shumë se 40 vitesh tashmë këtu në Shqipëri, por edhe me një përvojë të mëparshme në Shtetet e Bashkuara dhe është edhe një personalitet I televizioneve I cili njihet për cilësinë e shërbimeve të tij. Dhe ai do të prezantoj, nuk dua që t'ju shuaj kurreshtjen, por ai do të prezantoj zhvillimet në institucionet e reformës së drejtësisë, prioritetet, nëse qytetarët, përvojën e qytetarëve me sistemin e drejtësisë, që është po aq e rëndësishme, sepse siç thon gjermanët, një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar. Dhe ashtu siç e thash, nuk dua
që të them diçka përpara se të filloj prezantimi, por dua të them vetëm kaq që qytetarët presin shumë më shumë se sa thjesht të njohin këtë gjë dhe ndaj Ministria e Drejtësisë ka përsynim që të zbatojnë reformën në drejtësi dhe kjo nuk është e rëndësishme vetëm për hyrjen në Bashkimin Evropian, sepse hyrja në Bashkimin Evropian është thjesht qershia e mitorit, por kjo ka të bëjë kryesisht me pritshmëritë e qytetarëve shqiptar. Faleminderit zoti Zalosha për përgatitjen e këtij studimi, faleminderit zoti Dyrmishi dhe SCDG-s për përgatitjen dhe për bashkëpunimin në këtë studim dhe publikimi do të gjeni një kod QR për publikimin e plotë të këtij studimi dhe mezi po pres që të dëgjoj diskutimet që do të kemi gjatë këtij takimi. Zoti Taneritan, faleminderit shumë sepse ai është një moderator shumë i njohur tashmë për moderimin e kësaj seance. Sot faleminderit shumë dhe unë ju uroj një diskutim sa më të pritshëm. Faleminderit zoti ambasador.